Territori shqiptar për datën 21 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në shumicën e vendit, ndërsa kthjellime do të ketë kryesisht në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja sjell intervale me diell kryesisht në jug dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 4 orë diell kryesisht në zonat ku vranësirat do të jenë më të pakta. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 21 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 21 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 15 gradë Celsius.